Para se të vjojmë me folësit, unë dua t'ju ftojmë të mbajmë 1 minutë heshtje për Papa Franceskun, një mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve që sot ndahet nga xhallët për të bashkuar me Atin në jetën e amshuar. 1 minutë heshtje. U pret në paqe. Do të zgjedhim midis hajdutëve, mashtruesve, ata që i kanë bërë çdo të zezë këtij vendi për 12 vite, apo do të zgjedhim ata që e kanë treguar edhe më parë se mendojnë dhe me gjithë gabimet që mund kemi bërë, kemi menduar gjithkohën vetëm për interesin e shqiptarëve. E kemi pasur buxhetin ton gati gjysmën e këtij buxheti që ka sot ky hajduti që qeveris vendin. Megjithatë, du fishuam rroga, du fishuam pensione. Ky palaçoja, siç e ka zakon, del her pas here kopjon dhe premtimet tona, programin ton që është studiuar i tillë. Mund kopjosh programin ton, po nuk mund bëhesh ne, sepse ngelesh vetëm një hajdut dhe një mashtrues. Që flet nga mëngjesi gjerë darkë, si me qenë në Jerëm, flet për qartë, jo kneta, jo zhapit, jo hardhucat, dhe me një fjalor mizerabel, çerik, autik, budalla, i divorcuar, këto janë tokë fjalë shiti. Këto janë premtimet e tij. Programi i tij është kneta, është tallavaja, është banaliteti, është mashtrimi, nuk ka shpirt. Ai, për atë njerëzit janë për të përçmuar, janë për të poshtruar. Në Shqipëri, ju do t'i shtypni kokën gjarë për